Amantia Fest ka sjellë gjallëri, ngjyra dhe atmosferë festive në zemër të Parkut Arkeologjik të Amantias, duke e kthyer këtë hapësirë historike në një skenë të hapur të traditës, kulturës dhe identitetit vendas. Në këtë aktivitet u ndërthurën lojrat popullore, kënga polifonike, sporti, kulinaria dhe elemente të tjerë të trashëgimisë son kulturore, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë për qytetarët dhe vizitorët e pranishëm. Në sfondin madhështor të rrënojave antike dhe peizazhin natyror që rrethon Amantien, festivali solli një përjetim të veçantë, ku historia dhe tradita u bashkuan natyrshëm. Pjesëmarrësit patën mundësinë të njihen më nga afër me vlerat e kësaj treve, me zakonat e trashëguara ndër breza, me tingujt e polifonisë dhe me shihen e gatimeve tradicionale. Aktiviteti shërbeu si një kujtesë e bukur se trashëgimia kulturore nuk ruhet vetëm në muze apo monumente, por edhe përmes festave, këngës, veshjeve, lojrave dhe mënyrës se si komuniteti përcjell ato te brezat e rinj. Amantia Fest synon të promovojë Parkun Arkeologjik të Amantias si një destinacion me vlera të rëndësishme historike, kulturore dhe turistike. Ky aktivitet jep më shumë jetë një prej pasurive më të veçanta të zonës, duke tërhequr vëmendjen drejt potencialit që Amantia ka për zhvillimin e turizmit kulturor dhe natyror. Atmosfera festive, muzika tradicionale, veshjet popullore dhe bukurinë natyrore shndruan këtë ditë në një festë të vërtetë të krenarisë vendase. Mes historisë së lashtë dhe gjallërisë së traditës, Amantia dëshmoi edhe një herë se mbetet një vend ku e shkuara flet bukur me të tashmen.